A jenon? Jo, nuk jam. Nuk kanë ardhur. Ta quajmë nuk ka dashur perëndia. Kam një partner jashtëzakonisht shumë të mirë, kam një familje temen, janë nipi, mesa, etj. Nuk është ngjarje në vetvete e rëndësishme, është mënyra e përjetimit. Me e dash të përditshmen, edhe ditën kur zgjohesh, edhe kur e mbyll. Dhe mos me u myt në një pikë uji kur gjanat nuk ecin si duhet. Sot arsyeja që keni ardhur në Kosovë? Organizohet panajiri i librit akademik, në cilin janë të dy shtetet tona, do të thënë edhe Shqipëria dhe Kosova, do të bëhet në Akademinë e Shkencave. Hapet mas pak në orën 12 dhe po bëjmë gati të shkoj atje. Unë drejtoj një institucion të botimeve për arbreshët dhe studime për arbresh, që është pjesë e Ministrisë Jashtme të Shqipërisë. Profesioni juaj me art merrni? Unë në fakt në profesion jam pedagoge e kulturës italiane, letërsisë italiane. Për 5 vitesh drejtoj këtë institucion. Por është këtë profesion është një privilegj, mirë po edhe një punë e lodhshme. Sa ka qenë për juve sfiduese? Shumë pyetje e bukur, është sfiduese. Ka qenë që në fillim sepse është një institucion i ri, është e para herë që krijohet, kështu që ka qenë një gjë shumë e bukur dhe megjithatë jam e lumtur, unë vi nga Shkodra. Nga Shkodra, nga Shkodra e bukur. Nga Shkodra e bukur. Nga Shkodra e arteve. Çdo artist që buron nga ky vend. Është shumë e vërtetë. Por jam e lumtur që me Kosovën marrëdhëniet si në çdo nivel, po dhe në nivel akademik, botues, janë shumë të forta tashmë dhe kjo është një arritje e jona, e të dy vendeve. Unë në historitë të jetës ndajnë shumë momente, ngjarje, rrëfime interesante. Cili ka qenë një moment interesant në jetën tënde që ke kaluar? Qoftë i bukur, i paharuar, të kalon bresa. Ka plot. Njërë që do ta kishte veçuar. Në çdo ekzistencë njerëzore ka momente të fuqishme që shënjojnë jetën. Pastaj aty varet në ka një shprehje që përdoret, nuk është shprehje, është një aforizëm e përdorur nga një filozof. Nuk është ngjarje në vetvete e rëndësishme, është mënyra e përjetimit. Pra, të këtilla natyrisht që kam pas, si në nivel personal, privat, po aq edhe profesional. Për momentin do të thoshja që edhe marrja në dorë e këtij institucioni, e drejtimit të institucionit, të krijimit, është një pikë kthese në jetën time. Kështu që e konsideroj një nga gjërat më të mira që më kanë ndodhur. Po kështu një sfidë që e ke pasur që ndoshta të kalon pak për ta kujtuar gjatë jetën tënde? E çfarë natyre? Të jetës. Të dhimbshme, të bukur. gjithmonë humbjet e njerëzve të dashur. Cila ka qenë humbja më e madhe në jetë? Nuk do të dosha, është tepër. Humbja e prindërve, humbja e një motre. Atje ke shumë dhe një motre. Të sa kohë keni humbur? 15 vite përpara. Sigurisht në kujtime hala. Është ta humbësh një person të familjes është shumë e madhe. Sigurisht, por Po kjo është jeta. pikërisht, edhe nuk du të dramatizoj asgjë. Edhe dielli që ka dalë është bukur, edhe është fat kur e jeton. Po gjithsesi sa e don jetën? Shumë. Nuk është e pozitive shumë. Absolutisht. Është një dhuratë që ne e marrim për të mirëqenë, por nuk është kështu. Nuk është e mirëqenë, është fat. Nëse arrin ta jetosh përgjith, edhe të çohesh në mjes. Edhe të vish në Kosovë, në Prishtinë për panajër, është një gjë e mrekullueshme. A mendoj që të bëj gjithsesi nuk di me shiu shumë jetën, Sepse na mbyt ajo e banalitetit përditshmes, që nuk duhet zëndon. Aspekti thua banaliteti. Sepse përditshmja me shumë element të vegjël të prevalon, të mbivendoset me ato që janë gjërat realisht me rëndësi. Dhe gjërat me rëndësi janë sigurisht shëndeti, e dyta të pasurit e një familje dhe dashnie. Me gjitha qendrën. Qëse unë kam një feja jeme është dashnia. Kjo është. Dhe këtë konsideroj vlerë më të madhe. Çka s'kishe menduar në jetë? Çka s'kishe menduar në jetë me jetu? Pa çka? Nuk kishe mundur të jetosh. Për këtë që thash, pa dashnin. Dhe dashnin në kuptoj një gjë shumë të gjanë, jo vetëm thjesht të njanshme. Dashnia është për veten, për ato që ketë afër tujt,
që quhet dashni pa kushte, paktën në gjykimin tim. Pastaj për gjithë ato që të rrethojnë, aty ku punon, për mënyrën si raportohesh, për klimën që krijohet. Pa një klimë afërsie dhe afeksioni nuk mund të ecet. A jenon? Jo, nuk jam. Nuk kanë ardhur. Ta quajmë nuk ka dash Perëndia, por sigurisht, sigurisht. Por kam një partner jashtëzakonisht shumë të mirë, kam një familje temen, janë nipi, mesa etj. Që jam e plotësuar. A është një pengë që ndoshta nuk ke fëmijë? Ja. Ti e pas ka të bekuarin. Unë kam, përsa ku unë jam e mushun, do të thotë që jam e plotësuar. Varet si e shef, prandaj. E pas ke pashortin, ajo është kryesorja, themi. Është ndër kryesoret, nuk është kryesorja. Ndër kryesorët. Është ndër kryesoret. Ndërkohë, kur jemi të kjo pjesë, sa merr për, domethënë sa dhuron dashuri pashortja, ma shumë jutash? Shumë. Ka qenë një gjë shumë e bukur nga të dy anët. Nga të dy anët, nga ana ime dhe nga ana e tij. Është histori gjatë dhe e bukur, për fat. Një mesazh për jetë që ndoshta do të shërbej shumë grave, shumë njerëzve, një mesazh të gjithë janë dash, një këshill. Çka të bëjmë me jetën? Shikoj, nuk jam, unë mendoj që asnjë nuk mund të jap këshilla. Asnjë nuk kemi funksionet e Perëndisë. Aty ndoshta mund të merren këshillat, por atë që thash pak më parë, me dash të përditshmen, edhe ditën kur zgjohesh, edhe kur e mbyll. Dhe mos me u myt në një pikë uji kur gjanat nuk ecin si duhet. Kaq. Ishte shumë kënaqësi. Duroj më të mira, suksesën panajër. Faleminderit shumë. Faleminderit për kohën që ndajte. Faleminderit ju. Me bëjt fara shumë Shqipërisë. Patjetër. Faleminderit shumë. Gjithë mirat.